Përshëndetje të gjithëve. Me këtë seri videosh do fillojmë një manual tjetër, siç bëm për brokerin, përdorimin e brokerit, një manual, tani do bëjmë një manual për profirmat. Kjo do me thënë pyetje që më kanë bërë disa njerëz që më ndjekin, më ka bërë që të filloj dhe të bëj një manual dhe për profirmat, kështu që kushdo që futet i ri në Forex dhe nuk ja ka iden as brokerit as profirmës, thjesht t'i shoh videot edhe kjo do jetë një ndihmës plus për të. Pra, si themi, kjo e kompleton kanalin tim në YouTube, pra kontentin që unë bëj i jep një plotësim, pra është më i vlefshëm. Atëherë, fillojmë me videon e parë, e cila është çfarë janë profirmat. Profirmat, vetëm një moment. Atëherë, profirmat ndryshe janë firma të cilat ofrojnë kapital në do me thënë ta ofrojnë këtë kapitalin duke të kërkuar një pagesë, si themi, një pagesë që ti duhet ta bësh. Dhe ky kapital varion, do me thënë, nga $5,000, $10,000, moment ta bëj kështu që të jetë okay. Ka $25,000, ka $50,000, ka $100,000, ka dhe $200,000. Këto janë më të zakonshme, do me thënë, si kapitale që këto të japin. Pra, për çdo mundësi që këto të japin të marrësh këto kapitale, këto të kërkojnë një lloj pagese, do me thënë që ti të aksesosh, të kesh mundësinë të aksesosh këtë kapital. Por nuk është kaq e thjeshtë, sepse nuk është se do e blejmë ne këtë kapitalin me një pagesë dhe do ta përdorim kapitalin direkt. Është pak më e vështirë sepse profirma, pra ne, për shembull, ne aksesojmë një profirmë në internet, një profirmë çfarë do, po marrim rastin e Funding Pips, që është një profirmë që unë e pëlqej. Duam për shembull të marrim një llogari ose kapital, ku di unë, $50,000, dhe profirma në këtë rast ka këtë funksionalitet, mekanizëm, do me thënë. Thot, për të marrë këtë accountin $50,000, ti duhet të paguash, ku di unë, $300, ose Funding Pips e ka 200 e pak, nuk e di. Ti do paguash $200, por ti do ta paguash të $200, por që më pas ta marrësh kapitalin, ti duhet të kalosh 2 teste ose faza. Dhe këto zakonisht ndahen në faza 1, faza 2. Çfarë duhet bëjmë ne në këto faza? Pra,
kalimi i këtyre fazave, kalojmë fazën e parë, kalojmë fazën e dytë, atëherë ne marrim accountin ose kapitalin, $50.000. Dhe çfarë mund të thot tek faza e parë? Do thot që ti duhet të bësh 6% profit që të kalosh fazën e parë. Dhe 6% që i $50.000 është $3.000. Në momentin që ti e kap profitin, $3.000, atëherë shkon direkt dhe në fazën e dytë, sepse fazën e parë ti e kompletove. Faza e dytë është faza e fundit e testimit, dhe në qoftë se e kalon fazën e dytë, shkon dhe merr kapitalin që bleve dhe që mund ta përdorësh për profit. Dhe përsëri në këtë rast të Funding Peepsit këtu ti duhet bësh 6% profit ose $3.000 prap dhe ka, do me thënë, në momentin që e bën këtë, shkon direkt në funded stage, ku është një fazë, jo fazë, po është thjesht një stage ku ti merr kapitalin që bleve. Pra, nuk është se do ta blem edhe e kemi kapitalin. E blem dhe duhet kalojmë testet, i tregojmë këtyre që ne jemi të Zotit të tregtojmë me kapitalin e tyre, etj, dhe pasi i kalojmë fazat, atëherë ne mundet të marrim kapitalin. Tani, çfarë ndodh në qoftë se ne, do me thënë, ku është e keqja këtu? E keqja është sepse këtu ka limite humbje, që do të thotë accounti, në qoftë se e marrim si një vijë kështu, vetëm po. Në qoftë se e marrim balancën si vijë, këtu kemi një moment, se dua ta vizualizoj mirë, $50.000, pra këtu është $50.000 që ta kalosh, vetëm një moment që lutem. Pra, këtu është starti, si të themi. Këtu është starti. E marrim $50.000. Kjo vlen si për fazën e parë, si për fazën e dytë, si dhe kur ti merr kapitalin. Atëherë, ti që ta kalosh fazën e parë, për shembull, të duhen 6%, ti duhet bësh 3%, kështu 6% ose $53.000. Pra, duhet bësh $3.000 më shumë. Pra, duhet bësh edhe $3.000 më shumë që ta kalosh fazën. Apo e shënoj edhe këtu plus $3.000. Tani, çfarë ndodh tjetër? Nuk është vetëm kjo, sepse ne nuk mundet të aksesojmë të gjithë $50.000 ose të gjithë kapitalin. Ne aksesojmë vetëm 1% të kapitalit, që në këtë rast është 6%. Pra, në qoftë se ne humbim më shumë se 6% të kapitalit, atëherë kapitali quhet i përfunduar dhe firma na i mbyll llogarin, pra digjemi. Është njësoj sikur ta djegësh balancën. Pra, ne nuk kemi $50.000 në dispozicionin tonë. Ne kemi 1% të $50.000. Dhe në momentin që shkojmë, se mund të shkojmë minus, në momentin që shkojmë 47
$1000 minus, po e bëj kështu që t'jetë sa më që të tregoj humbje dhe këtë po e bëj kështu. Atëherë akaunti është i djegur dhe me akauntin nuk mundesh të tregtosh më. Quhet i djegur, quhet i përfunduar dhe nëse do të vazhdosh, duhet të blesh përsëri akaunt dhe të bësh përsëri ciklin prap. Pra, mjafton vetëm 6% humbje ose $3000 humbje. Vetëm një moment po e bëj kështu. Minus $3000 dhe ti humbet akauntin. Pra ti e humbet akauntin nëse humb $3000. Po ashtu, në momentin që humbet akauntin, pra në faza, po themi, në fazën e parë ose fazën e dytë, humbet dhe shumën që ke bler. $200. Në momentin që këto i kalon, fazat, mund ta marrësh $200 më pas gjatë kjo është në varësi të çdo kompanie. Një kompani ta jep do me thënë fin që ke bler pas vetëm një moment se si që thash, një kompani ta jep mundësin të blesh do me thënë ta jep mundësin që të marrësh pagesën që ke bërë ti për të marrë kapitalin në fillim kur futesh në funded stage. Ka raste ta japin në tregjen e dytë, e tretë, e katërt, e tjerë. Por kështu funksionon. Pra, për faza na duhen $3000 fitim. Në këtë rast, në rastin e $50,000. Nëse do ishte kapitali $100,000, do na duheshin $6000. E tjerë. Pra këto përqindjet më pas i bëni edhe vetë. Dhe çfarë ndodh më pas? Në momentin që je duke tregtuar, nuk është vetëm ky rregull i humbjes, është dhe një tjetër rregull i humbjes. Nuk mund të humbasësh më shumë se 3% brenda ditës. Dhe kjo quhet max daily lose. Do e shikoni në për këto firmat. Që është 3% në këtë rast që po flasim, sepse varet edhe kjo. Dhe në këtë rast i bie $1500. Në momentin që ti brenda ditës humb më shumë se $1500, atë përsëri akaunti juaj quhet i djegur dhe duhet të blesh prap. Dhe kështu ndodh, do me thënë, kështu kanë, këto dy rregulla kanë të humbjes, pra kanë rregullin e parë që ja po e shënoj edhe këtu që ta kemi. Rregulli i humbjes maksimale. Nuk mund të humbasësh më shumë se 6% nga kapitali në total. Dhe këtu në këto do ta gjeni me max lose. Overall lose 6%. Këto janë dy rregullat e humbjes. Tani çfarë ndodh kur shkojmë në funded stage? Në funded stage bëjmë të zi. Është e njëjta gjë. Po e bëj kështu. Okej, është super. Kështu. Ti përsëri do e fillosh nga $50,000. Nuk është se profitet që bën në faza nuk I merr, mos harrojmë. Është një test. Tani këtu fillon gjithçka në funded stage. Ti ke mundësin tani, përsëri kjo është e njëjta gjë, mos harrojmë. Pra është
komplet e njëjta gjë, nëse humb 6% këtu e humb edhe këtë kapitalin. Vetëm një moment. Ti rregulloj. Ama nuk ke një rregull për një target për të fituar. Tani mundet të tërheqësh sa të duash. Mund të bësh profit sa të duash. Nga këtu, edhe këtej. Për shembull, bën $1.000 profit, pret e tërheq. Bën $1.000 profit, pret e tërheq. Por kemi diçka këtu. Këtu nuk është se e bën profitin e tërheqim kur duam ne, jo. Ka disa cikle tërheqjesh. Ose ditor, javor, 2 javor, ka raste edhe 21, që i bie 3 javor, dhe 1 mujor. Pra, është shumë e rëndësishme që para se të blini një challenge, e quajmë ne, që futesh në ato testet, të shikoni se si e kanë ciklin e tërheqjes. E kanë ditor, e kanë javor, 2 javor, 3 javor apo 1 mujor. Zakonisht janë me 2 javor ose javor. Dhe kjo ndodh, marrim shembull ciklin javor, është që ti mund të tërheqësh vetëm një herë në javë, nuk mund të tërheqësh, për shembull, bën profitin sot, e tërheq vetëm pas një jave. Pra, pas një jave. Nuk e tërheq dot sot ose nesër, vetëm pas një jave. Pra, është nëse e ke 2 javor, duhet të presësh 2 javë që të tërheqësh profitin që ke bërë sot. Me thënë, kjo është e gjitha për sa i përket tërheqjeve. Dhe tërheqjet bëhen me Rise ose bëhen me që do i mësoni vetë se ka informacion edhe Google, edhe ChatGPT-a, edhe gjitha, bëhen me kripto, po kjo është një pasqyrë se si profirmat funksionojnë. Do me thënë si profirmat funksionojnë. Unë mora një shembull të Funding Pips me një kapital të caktuar, me përqindje të caktuara, por thjesht për çdo firmë dhe kapital thjesht ndryshojnë, këtu flitet me përqindje, kështu që është shumë e thjesht për ta kuptuar dhe për domethënë firma ose kapitale të tjera si t'i bëjmë këto llogarit. Ka dhe rregulla të tjera, po të cilat duhet t'i shikoni vetë në çdo website të profirmave tek FAQ. Është unë do ja u tregoj, sepse ne do flasim për një profirm tani, për Funding Pips, do ja u tregoj në detaje çdo gjë që do me thënë ta keni këtë manual nga A-ja në Z, që më pas t'i përdorni shumë let profirmat. Shihemi në videon e radhës.